Ishte një pasdite e vjeshte, kur dieli depërtonte me përtes në përperde të dhomës së gjyshit tim. Unë e kisha vizituar atë për të marrë një kuti të vjetër librash, por ai nuk ishte aty. Në vend të tij, në dhomë ndodhej nipi i tij, i cili për rastësi ishte edhe djali i tezësime nga martesa e dytë, i huaj për mua deri në atë moment. Ai quhej Artan, i gjatë me supe të gjera dhe një qetësi që mbushi menjëherë hapësirën. Por nuk ishte pamja e tij ajo që më ngriu në vend, ishte diçka tjetër. Ai mbante një triko të hol pambuku dhe nën të muskujt e krave dhe gjoksi i tij daloheshin në mënyrë natyrale. Jo si ata të palestrës, por si të dikuj që punonte tokën, që ngrinte drut, që ecte shumë në mal. U afrova për t'i dhënë dorën. Ai ma kapi pëllëmbën dhe e mbajti aty për disa sekonda, më shumë se ç'duhej. Rri pak, tha zëri i tij i ulët. Gjyshi do të vonoj. U ula në divanin e vjetër prej kadifeje. Artani u ul pranë meje, aq afër sa ndjeva ngjehtësinë që rrihte nga trupi i tij. Biseda filoi e ngathët. Moti, puna, të afërmit. Por shpejt ra një heshtje tjetër, më e rëndë. Pas një paralajmërim, ai rrëshqiti dorën mbi timen dhe e vendosi në gjurin tim. Ngrita syt. Ai nuk po shikonte fytyrën time, po shikonte buzët e mia. Ke frikë? Më pyeti. Jo, gënjeva. Ai e tërhoqi dorën dhe për pak sa nuk ndjeva lehtësim. Por më pas ai u ngrit, eci te dera dhe e mbylli pa e kërcit. Kur u kthye, unë kisha zemrën në fyt. Ai nuk foli më. Përkundrazi, u gjunjëzua para meje dhe nguli sytë e tij në sytë e mi, sikur po leconte diçka të fshehur. Nuk do të bëj asgjë pa e ditur që do, tha. Qafa më digjej, nuk isha përjetuar kur diçka të tillë, një trup kaq të madh, kaq të ngroth, kaq të afërt, me një qetësi që më mbështilte si batanie. Dhe unë, pa e kuptuar, i thash. Qëndro vetëm pak kështu. Ai u ul përsëri pranë meje. Atëherë ndodhi ajo që nuk ja kisha treguar askujt. Ai ngriti dorën time dhe e vendosi mbi gjoksin e tij. Në pëllëmbën time, zemra e tij rrihte shpejt, por trupi i tij rrinte i pathyeshëm. E ndjen, më pëshpëriti. Edhe unë kam frikë. Unë nisa të qaja pa zë, jo nga pikëllimi, por nga pesha e asaj që po ndodhte. Ai, kaq i madh, aq i fuqishëm, sa më dukej se nuk do t'i rezistoja dot as afërsisë së tij, po më kërkonte leje. Dhe unë, në atë qast, e kuptova se intime nuk janë vetëm trupat. Intime janë këto pikat kufi, ku dy njerëz vendosin se kush do të hyjë dhe deri ku. Unë e lash dorën atje, mbi zemrën e tij. Ai nuk lëvizi. Për 7 minuta të tëra, ndoshta 8, nuk folëm. Thjesht e pam njëri tjetrin në dritën portokalli të vjeshtës që zbehej. Kur dëgjuam hapat e gjyshit në korridor, Artani u tërhoq ngadalë, ngriti dorën time dhe e puthi në pëllëmb. Faleminderit, tha. Jo për atë që s'ndodhi, por për atë që nuk më trembet më. Dhe unë, duke dal nga ajo dhomë, e dija se ajo bisede pambaruara do të më ndiqte gjithë jetën, jo si pendës, por si kujtimi i parë, kur kuptova se të qenit i fortë nuk do të thotë të pushtosh, por të ndalosh kur dashuria nuk është ende gati. Pas asaj pasdite, unë dhe Artani nuk folëm për 2 javë, por heshtja jon ishte më e zhurmshme se çdo fjalë. Në çdo darkë familjare, në çdo takim të rastit të gjyshi, ne luanim rolin e të huajve të sjellshëm. Ai më përshëndeste me një tundje koke, unë i ktheja një buzëqeshje të matur. Por sytë e tij nuk më linin rehat as natën. Gjithçka ndryshoi një mbrëmje kur tezja ime më la çelsat e shtëpisë së vjetër të gjyshit për të marrë disa sende. Artani ishte aty, i vetëm, duke rendur librat e të ndjerit. Dera u mbyll pas meje si një pëshpëritje. E dija që do të vije, tha ai pa u kthyer. Si e dija? Sepse edhe unë kam ardhur. Që atë natë filoi gjithçka. Jo si që imagjinojnë të tjerët, jo me zhurmë dhe pasion të egër, por me takime të fshehta në orët kur fshati binte në gjumë.
Artani më priste te lisi I vjetër pas kishës. Ecim zvar deri në kasolen e braktisur ku dikush ruante verë. Atje, në ndritën e një lambe të vogël vajguri, ne krijonim botën tonë. Ai ishte ende ai bur I madh I trash, me krah që më dukej se mund të mbulonin të gjithë horizontin. Por tani unë nuk isha më frikë. Kisha mësuar se forca e tij ishte e butë kur më mbante pas shpine kur isha e lodhur. Kisha mësuar se gishtat e tij të trash mund të rregullonin një fije floku tim me delikatesën e një kirurgu. Nuk dua që kjo të mbaroj kur, më pëshpëriti një natë me fytyrë të varosur në qafën time. As unë nuk doja. Por dinim që bota jashtë asaj kasoleje nuk do të na kuptonte. Prindërit e mi flisnin për martesë të mirë, për djemë të qytetit. Prindërit e tij e kishin fejuar që në moshë me një vajzë në fshati fqinj. Ne ishim sekreti që nuk guxonte të dilte në dritë. Për 7 muaj, marrëdhënia jonë fshehurazi lulëzoi si një lule në Bodrum. Takoheshim 2 herë në javë. Mësonim përmendësh zërat e njëri tjetrit. Artani më silte gur të lëmuar nga lumi, unë I jepja fjongo të kuqe për t'i mbajtur në xhep afër zemrës. Ai më tregonte për ëndrat e tij, ta hapte një punishte zdruktarje, të ecte në përbot. Unë I tregoja për poezit që shkruaja natën, për frikën time se nuk do t'isha kur e lirë. Një mbrëmje, pas shiut, ne u fshehëm në hambarin e gjyshit. Artani më mbështeti pas murit prej druri dhe më shikoi gjatë. Pash në sytë e tij diçka që nuk e kisha parë kur. Lot. Po të dua aq shumë sa më dhemb, tha. E përqafova dhe ndjeva trupin e tij të madh duke u dridhur. Nën muskujt dhe supet e gjera, fshihej një djalë I friksuar. Dhe atë natë, për herë të parë, nuk isha unë ajo që I rezistoja dot forcës së tij. Ishte ai që I rezistonte dot butësisë sime. Sepse unë e kisha zgjedhur atë. Dhe ai nuk ishte mësuar të zgjidhej kur. E putha në bal, pastaj në buzë. Një puthje e gjatë e ngadalt, si ujë që gjen shtratin e vet pas një stuhje. Askush nuk do ta di, I thash. Deri kur? Derisa të jemi dati. Dhe ne vazhduam kështu, 2 hije që takoheshin në hën, 2 zëra që përshpëritnin emrat e njëri tjetrit si lutje. Trupi I tij I trash e I madh nuk ishte më një pengesë për mua, ishte shtëpia ime e fshehtë, dhe unë, brenda saj, ndihesha më e sigurt se kur. Por asnjë sekret nuk zgjat për gjithmonë. Një ditë, tezja ime gjeti një nga fingot e kuqe në gjaketën e Artanit. Dhe era e asaj që dinte vetëm hëna, filloi të fryej ndryshe.